Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini edhe sot në emisionin ton ku gjithmonë trajtojmë tema të reja. Edhe sot në emision do të trajtojmë së bashku një temë shumë interesante dhe shumë të rëndësishme. Sot do të flasim për ndikimin e aktivitetit fizik në trupin dhe në shëndetin ton. Në studio kemi një trajnere të fitnessit, Arta Thaçi, e cila do na tregojë ne fëmijëve se cilat ushtrime ne duhet t'i bëjmë e si duhet të ushqehemi në mënyrë që të qëndrojmë sa më fit dhe të jemi sa më mirë në trupin ton. Qëndroni me ne për një bisedë shumë atraktive dhe shumë të rëndësishme. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që keni pranuar të jeni me ne. Faleminderit për juve, kam kënaqësinë me qenë mysafire juvja. Faleminderit shumë. Atëherë po fillojmë me pyetjet. Pse është i rëndësishëm ushtrimi fizik për ne fëmijët? Ushtrimet fizike janë të rëndësishme qysh nga fëmiria për shkak se rregullimit e posturës ndikon shumë në rritjen e fëmijëve, shtimi i masës muskulare, qëndrimi i drejtë, zakonisht e marr parasysh që tash teknologjia ka bërë veten, edhe qëndrimi është jo i mirë të shumica fëmijëve, përdorja e telefonit, laptopit e shumë mënyra tjera që postura e trupit ndikon shumë në gjatë qëndrimit në telefon sorin. Kjo ka shumë rëndësi në rregullimin e posturës edhe është që ndikon në zhvillimin në rritjet e fëmijëve. Gjatë procesit nëse ti vazhdon çfarëdo aktiviteti fizik që merr e zgjedh sporte të ndryshme, ajo ndikon në rritjen e fëmijëve mjaft mirë. Cilat janë disa ushtrime të thjeshta që mund të bëjmë për të qëndruar të shëndetshëm? Ajo është zgjedhja e secilit fëmijë që zgjedh një sport për të qenë aktiv, ka sporte të ndryshme që ndihmojnë noti, sidomos ka shumë rëndësi për rregullimin e posturës së trupit, sidomos të shpinës. Po ashtu edhe fitnesi ka veçoritë e veta, normalisht që me pesha ma të vogla, kryesisht me peshë trupit tanë, mundesh disa ushtrime me praktiku. Një ndër to është squat që ndihmon shumë në rregullimin e posturës, në balancin e trupit. Ka ushtrime jashtëzakonisht që munden me ndiku në posturën e trupit. Kryesisht janë sportet që zgjedhen që janë basketbolli, volejbolli, gjimnastika ka shumë rëndësi. Se po ashtu është një ndër faktorët kryesor që i ndihmon në fleksibilitetin e nyjeve, kështu që gjitha sportet i kanë veçoritë e veta që ndihmojnë në rritjen e fëmijëve shëndetshëm. A ndikon ushqimi në formën dhe forcën e trupit ton? Po patjetër, pjesa kryesore si të triturit edhe të fëmijët është ushqimi. Krejt e dim tash në këtë kohë që mjaftueshëm mundu me lexu edhe me pas informacione ndryshme që na ndihmon ushqimi. Te ushqimi duhet me pas shumë kujdes. Gjithmonë duhet me zgjedh ushqimin e shëndetshëm, pavarësisht që nuk kem kohë të mjaftueshme, dim sa është jeta dinamike, po sidomos për juve kujdesen familja. Gjithmonë duhet ata prind me kanë të kujdesshëm çfarë po konsumojnë fëmijët atyre, sidomos tek ushqimi duhet me pas tepër kujdes. Sa kohë në ditë duhet të lëvizim apo të ushtrojmë që të jemi të shëndetshëm? Normalisht te fëmia duhet një kohë pak më e shkurt, 25 deri në 30 minuta është mjaftueshëm, çfarëdo sporti që bën, në këtë rast po flas për fitnes. Sportet e ndryshme kanë minutazhin e vet, secili tash lojrat ato dallojnë, në bazë meqeve është diferenca e ndryshme. Po secili aktivitet fizik pavarësisht ato që bën 25 deri në 30 minuta është mjaftueshëm. A është e rëndësishme të bëjmë zgjatje para dhe pas ushtimeve? Zgjatjet rekomandohen pas ushtimeve. Para ushtimeve, unë si trajneri rekomandoj mobility, është njëherë për njëherë unë mendoj që ka shumë rëndësi të madhe sa i përket ushtimeve, se gjithmonë ti e përgatit trupin, sidomos nyjet, për me pas një aktivitet fizik. Ajo ka shumë rëndësi. Pas treningu, çfarëdo treningu që bën, stretching është pasi të përfundon treningun. Dhe deri në 15 minuta është e mjaftueshme. Nuk do me thonë çdo ditë me bë, po sidomos zakonisht kur ngarkon pjesën e muskujve të poshtëm, sidomos që janë këmbët, gjithmonë duhet të praktikohet stretching. A mund të shkaktojnë dëm në shtyllën kurrizore çantat e rënda të shkollës? Po, çantat munden me shkaktu nëse kryesisht nëse ata fëmijë nuk merren me ndonjë sport dhe nuk i kanë muskujt të zhvilluar, sidomos muskujt e shpinës që kanë shumë rëndësi, çantat normalisht që ndikojnë.
Cilat janë gabimet më të shpeshta që njerëzit bëjnë gjatë ushtrimeve të tyre? Demonstrimi i gabim i ushtrimeve. Unë, sidomos të fëmija, gjithmonë nëse vjen dikush fitnes prej prindve dhe don me regjistru një fëmijë në fitnes, për shembull, prej moshës 10 deri në 14 vjet, unë i them që duhet patjetër me pas kujdesin e prindit, sidomos një trajnerit. Asnjëherë nuk duhet me provu me ushtru me pesha ose në përpajisje vetëm. Për arsye që mundesh me bë demonstrimin e ushtrimeve gabim, edhe mundet me ndiku shumë keq në ndërtimin e masës muskulare, ndërtimin e posturës trupit, krejt ato janë gabime që mundën ma vonë mu shfaq. A ka ndonjë ushtrim që na ndihmon për të forcuar shpinën dhe për të shmangur dhimbjet? Po, gjitha ushtrimet ndihmojnë për me forcu shpinën, po nuk duhesh patjetër me zgjedh vetëm shpinën, se krejt trupi është që duhet mu ushtru, secili muskull ndërlidhet mes veti. Duhet njëkohësisht për secilin muskuj me pas ushtrimet e saktume. Cilet janë disa nga sukseset më të mëdha që keni arritur me klientët tuaj? Unë kam arritur mjaft suksese deri tani. Për momentin suksesi maj fundit që është, e kam një kliente që për 6 muaj i ka hub 45 kg. Po, këtu është ushqimi. Ushqimi, pjesa jam e treningut vjen mas ushqimit. Çdo klient nëse bashkëpunon me mua dhe është strikt në ushqim, më thonë nuk han ushqim të pashëndetshëm, rezultati është shumë më i shpejt. Si i trajtoni klientët tuaj që ndoshta kanë humbur motivimin apo kanë hasur në ndonjë ngecje gjatë këtij procesi? Secili individ nuk do me thonë që patjetër duhet me pas çdo ditë motivim, edhe unë vetë që e kam profesion edhe jam trajnere, nuk është që kam çdo ditë motivim. Gjithmonë duhesh me shty veten, edhe unë mendoj që pjesë e kësaj që të shtyn janë progreset që i shek tek vetja jote. Normalisht ato nuk duhet asnjëherë me të lanë mund dal. Ka njëherë ka që nuk e ki performancën e njëjtë prej ditëve të zakonshme, po gjithmonë dush me kanë ajo që dush me luftu, edhe kur nuk munesh duhesh tash edhe 30 minuta, edhe 40 minuta, sado që e zgjedhë një kohë për vete, ajo mjafton në progresin tënë. Normalisht që na jena për mi motivu, edhe për që ato edhe është trajneri, pjesa kryesore e punës tonë që e bajna është motivimi për klientin. Çfarë rëndësie ka pushimi dhe rikuperimi pas një stërvitjeje? Pushimi ka shumë rëndësi, këto janë faktorët kryesor, është ushqimi, është gjumi, edhe normalisht pushimi. Ajo ka shumë rëndësi për ndërtimin e masës muskulare. Nëse ti nuk flan mjaftueshëm 7 deri në 8 orë, nuk mundet trupi jot me rikuperu prej një treningu që ke pas më herët. Kjo ka shumë rëndësi sa ti bën xhëm, çysh ushqehesh ti, edhe çka bën gjatë ditës. Kjo është pjesa kryesore nëse don me ndërtu një trup dhe don me shtu masën muskulare. Si i përshtatni programet e stërvitjes të klientët me mosha të ndryshme? Normalisht e klient me moshat të ndryshme duhesh me pas shumë kujdes. Shumica e moshës shtyr kam probleme kryesisht me pjesën e shpinës, skolioza, spondiloza, hyn disa faktora aty që duhet mi trajtu. Normalisht në bazë problemeve të secilit klienti duhesh me ju përshtatë edhe me punu. Ka për shembull shumë klientë që kanë probleme të pjesës të hernis diskale, pjesa e boshtit kurrizor, që duhesh me pas kujdes në zgjedhjen e ushtrimeve, nuk mundet patjetër mi bë ushtrimet si ajo, si një që nuk ka problem. Duhesh me pas kujdes gjatë kësaj. Cilat janë këshillat e tua për gratë që duan të ndërtojnë një masë muskulare? Gjithmonë te gratë është shumë problem se sa tek mashkujt me ndërtu masën muskulare. Sidomos plus 40 vjet, na e dina që muskujt veç shkojnë të ra, ti duhesh me ushtru shumë ma shumë se sa në moshën e re, për me pas me rujt masën muskulare, për shkak që vjen pleqëria, neve na duhet me pas muskujt e ndërtun, duhet me pas normalisht duhet me ndiku edhe te pjesa ashtin duhet me kanë më i fortë se sa te dikush që është më i ri. Për që ato që jo e keni shumë ma letë prej tash nëse merrni me aktivitete fizike, jo do me thonë investoni për të ardhmen e juve. Tash nështë nuk ja dini rëndësin, po gjithmonë për pleqni ju e keni investimin gati. Se gjithmonë trupi është shumë ma i fortë nëse sa ma herë që ti ushtran. Edhe sa ma herë që ti ushtran ndërton ma shumë masë muskulare.
Na e dim që pleqëria gjithmonë humbet masa muskulare, për atë arsye duhet shumë ma shumë nëse ushtron fitness, çfarë do aktiviteti fizik ose nëse veç del me ec, ti duhesh me majt trupin aktiv. Si e menaxhoni stresin dhe si i këshillon klientët tuaj që ta bëjnë këtë? Stresi është vështirë, të e ditë në kohën e sotit sa aktive je edhe sa është jeta dinamike me punë, me gjitha sanat. Stresi është shumë vështirë, menaxhu, po, pjesa kryesore që një ndër faktorët kryesor për menaxhimin e stresit janë ushtrimet fizike. Ushtrimet fizike ndihmojnë shumë, lirojnë kortizolin, balancon hormonet, metabolizmin e përshpejton, gjithçka janë faktorë që ndikojnë në menaxhimin e stresit. Gjumin e bën shumë më mirë nëse keni aktivitet fizik, normalisht ushqimi patjetër. Kafeinën duhet me reduktu në orët e mbrëmjes, më thonë prej orës 6 nuk duhet me konsumu, që me pas një gjumë ma të rahatshëm, edhe normalisht që sa ma shumë që ti flan, stresin e ki ma pak. Cilat janë disa mite rreth fitnessit që ju do doni t'i sqaronit? Mite ka shumë rreth fitnessit, mirë po unë menoj që për shembull është një diçka që e diskutojnë për proteina, për whey proteinën, mendojnë që nuk munden për shembull gras shtazana me përdor, ose nuk munden para shtazanis me përdor, më thonë një gjë që është gabim. Atë proteinën duhet çdo njeri me marr. Na, pavarësisht që ushqim shëndetshëm, nuk mundum sasitë e mjaftueshme mi konsumu gjatë ditës, ose ka suplemente të ndryshme që njerëz nuk kanë informacione dhe mendojnë që të bëjnë dëm. Neve na duhet, po them në kohën sot qysh është, na e dim që sado që mënojmë me ushqy shëndetshëm, nuk është ushqimi 100% bio që na e konsumojna. Për atë arsye duhet me marr vitamina dhe suplemente të ndryshme. Asnjëherë mos me mendu që janë të dëmshme, edhe kështu që ka mjaftueshëm, ka për një ndër to faktorë që bëhet rreth kësaj na është kjo se për shembull janë ato mendimet e disave që thonë nëse ushtron ti fitness bëhesh si mashkull, që s'është e vërtetë. Më thonë është ajo komplet një mendim i gabum. Nuk është femna është kriju si femën edhe nuk ka shansa mu krahasu me një mashkull, mu dok si një mashkull. A është e shëndetshme nëse edhe fëmijët marrin proteina? Unë prej moshës 16 vjet i rekomandoj proteinat. Unë i kam edhe ashtu fëmijët e mi tash normalisht janë të rritun, po prej moshës 16 vjet ju kam rekomandu. Proteina është një supliment që zaventsohet me pjesën me një shujt ushqimit. Nëse ti i ke marrë 2 shujta të ushqimit me varet çfarë mishi ke konsumu, pul, peshk ose mishviçi, ti s'ke marrë mjaftueshëm proteinën e caktuar që ty duhen për gram që duhesh mi marrë gjatë ditës, ti normalisht e merr një shujt me whey protein. Çfarë këshille do t'ju japni atyre që hezitojnë të fillojnë një program? Duhet patjetër. Unë në këtë rast i kisha sugjeru prind, se unë menoj që na jena model për fëmijët e tonë, që secili prind çfarëdo aktiviteti fizik që don me dërgu fëmijët e vet, patjetër që investimi më i madh edhe investimi më i shëndetshëm është nëse ti një fëmijë e merr edhe e çon nëpër sporte të ndryshme. Varet çfarë unë fëmijët e mi derisa janë rrit i kom lënë me zgjedh secilin sport. Shumicën e sporteve i kam provu, edhe ne jemi ata që jena model për fëmijët e tonë, normalisht që kur ushtron ti vet si prind edhe fëmia yt ka me të ndjekë edhe me vazhdu rrugën tonë. Si e shihni të ardhmen e fitnessit në Kosovë? Unë menoj që të ardhmen e fitnessit është shumë mirë, në krahasim me vitet e kalume, çdo vit fatmirësisht, çdo vit është në rritje interesimi i klientave. Kjo është një diçka që të lën me nënkuptu që çdo vit ka me pas një përmirësim edhe njerëz janë të shpenzu kohën në diçka që ju përshtatet për të ardhmen për shëndetin, me ruaj shëndetin e tyre, janë të investu në të ardhmen e vet. Kjo është për t'u admiruar dhe shpresoj që sa më shumë mu vedisu. Në momentin që ushtrojna, nuk është që veç po investon për me ndërtu trupin tënë fizikisht. Ti investon në mendjen tone, në gjithçka
mund menoj që fitnessit ndihmon në gjatë ditës çka ti bën, gjithçka e bën me plan, edhe je shumë më i shëndetshëm punën që ti e bën, mendon shumë më mirë, gjithçka ndikon rreth punës që ti e bën nëse ti merresh me një aktivitet fizik. Prej cilës mosh i sugjeroni fëmijët që të fillojnë të merren me fitness? Me fitness, munën, nëse janë nisin, po flas, nëse janë nisin me ngrit pesha, ka raste që, për shembull, powerlifting i ka edhe me 10 vjet, në Kosovë jo, po jashtë po. Më thonë nuk është që është edhe një ndër që ato mitet që po them që pas na harru me cek, që mendojnë që fitnessi e ndalon rritjen e fëmijët. Ajo është komplet gabim. Shtetet jashtme prej 10 vjet i shtim powerlifting është një ndër sportet më të rrezikshme që mundën me ka, nuk krahasohet me fitness, se në fitness gjithmonë je në përkujdesjen e dikujna, janë pajisje që të kontrollojnë e shtyjnë sa ki forcë. Powerlifting është shumë më rrezik, kurse jashtë investojnë, kanë shkolla ndryshme që prej 10 vjetëve fëmijët i dërgojnë aty edhe i qesin gara për powerlifting. Kështu që asnjëherë nuk bën me mendu që fitnessi ose ndonjë sport tjetër e ndal rritjen në posturën e fëmijët. Është gabim ajo. Me që jeni nën e 3 fëmijëve, në çfarë moshe filluan fëmijët e tu të merren me fitness? Po, unë i kam 3 fëmijë, muj me thot 3, për shembull, një ndër to është vajza që ka ushtru konstant me mu, ka fillu prej moshës 15 vjeç. Sporte tjera ka fillu dikon moshën 9 vjeç ose 10, ka pas tenis, not, sportet ndryshme që balet dikon klasën e parë në shtaukon kur e kom dërgu edhe disa vjet e ka majt, po fitness ka fillu fix dikon rreth moshës 15 vjeçare. Po ashtu edhe djemt, më thonë prej atëherë asnjëherë nuk e ka ndalu. Të dashur fëmijë, kemi arritur në fund të emisionit tonë të sotëm. Shpresoj që kjo bisedë shumë e bukur rreth aktivitetit fizik e po ashtu edhe fitnessit ju ketë pëlqyer shumë. Qëndroni me ne deri në emisionin e ardhshëm.